Një 40 vjeçar është vënë në prangat e policisë kufitare në portin e qytetit bregdetar të Durrësit pasi tentoi të fuste në Shqipëri rreth 109.000 euro të padeklaruara. Blut e Durrësit bëjnë me dije se gjatë kontrollit në vijen e dytë në furgonin që drejtonte ky shtetas u gjetën 108.960 euro dhe 600 franga që tentonte t'i fuste në Shqipëri pa i deklaruar në pikën e kalimit kufitar. Sipas policisë, mësohet se parat ishin të fshehura në furgonin e shtetasit me origjinë nga Dibra. Së bashku me parat, është sekuestruar furgoni që drejtonte i arrestuari. 3 ditë më parë, kujtojmë se policia në portin e Durrësit ka sekuestruar 223.200 euro të dyshuara produkti krimeve dhe vuri në pranga poseduesin e tyre. Së bashku me parat, uniformat blu të Durrësit kanë sekuestruar në cilësinë e provës materiale edhe 2 celular dhe pasaportat e 40 vjeçarit. Bashkëpunim me prokurorinë dhe me partnerët, vijon puna për të dokumentuar burimin e parave të sekuestruara.